atë e vendosëm. Bashkë me ty, në qoftë se ti e do. Edhe ke njohur, ke qenë në klasë me... Po, me Agronin, sa Agron quhet bashkëshorti im. Shkosha në punë që thash që isha brigadiere dhe më shoqëronte çdo ditë për 2 vjet rresht. Si të shoqëronte? Më shoqëronte mëngjes kur shkosha ke puna edhe kur lisha punën më shoqëronte prapë, po jo deri ke shtëpia. Vinte do dilte të prisë të rruga dhe shkonit bashkë. Po, deri afër shtëpisë, jo deri ke shtëpia, se nuk lejohej deri atje. Pastaj të shoj njëri ke shtëpia edhe më kërkoi. Po 2 vjet. Po ti ja kishe dhënë fjalën atij. Po ja kisha dhënë fjalën unë doktor. Kush erit që të kërkojë të shtëpia? Po kishte njëri të afërt ai që nifi edhe me babin. Po. 2 vëllezërit e mi nuk ishin dakord. Po pse? Po jo, thoshin ai nuk është për ty, problemet aty. Po çka kishte që ishte për ty? Nuk e di se çka kishte, po ato s'ishin dakord, kurse babi më thirrri një ditë, më tha që ti nëse e don, mos u mërzit sepse thon 2 vëllezërit jo, se atë e vendosëm. Bashkë me ty, nëse ti e do.